Amanetin tënd Roelin do ta shoh si sytë e ballit fjalimi motrës në mbledhjen komemorative për Shpat Kasapin. Në mbledhjen komemorative që po mbahet në Tetov për Shpat Kasapin ka folur motra e tij. Ajo e ka kujtuar Shpatin si një njeri me zemër të bardhë dhe një njeri fisnik. Ajo tha se ka të vështirë të gjej fjalët për dhimbjen që ndjen dhe se e ka të pamundur të pranoj humbjen e tij. Ja dhe fjalimi: "Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lam të mirë në fundit vëllait tim. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej. Është humbje një pjesë të shpirtit, e një zëri të mrekullueshëm që na ka shoqëruar gjithjetën. Shpat, shpirti i motrës, ti linde me yll në ball. Ishe së pari një njeri me zemër të bardhë, të butë, njeri fisnik. Dije të ndaje hallet e të tjerëve nga empatia jote e madhe dhe të gëzoheshe dhe lumturoheshe me lumturinë e të tjerëve. I doje shumë fëmijët dhe pleqt, doje shumë të qeshësh. Është e rëndë të pranosh se nuk do ta dëgjojmë zërin tënd, por do të mbetesh mes nesh. Jeta e Shpatit ishte shembull dashurie, një shenjë që bën të kuptojmë se njeriu me vete merr atë që ka dhënë. Sot nuk do të themi lam të mirë gjithmonë, do të ngelesh dritë në familjen tonë dhe bekim që Zoti na dhuroi. Amanetin tënd, Roelin, do ta shoh si sytë e ballit. Jam krenare që jam motra jote, vllai mi Vockël Shpati."